Përshëndetje për gjithë, nderuara kryetare e Kuvendit, nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputetësi dhe shumë të dashur qytetar. Sektori i energjisë pra është sektori i cili po që është sfiduar viteve të fundit, e ndoshta edhe më i sfiduari në këtë dekadë. E kjo sepse varet ngushtë nga zhvillimet globale, qëndrueshmëria e furnizimit, si dhe qëndrueshmëria e tij financiare. Mirë po kjo gjithashtu dhe për faktin se gjendja e centraleve, përkundër që për një periudhë thuhet që janë investuar milionat ndër vite, kishte mbetur në gjendje pothuajse relikte. Kosova si vend nuk është vend që i plotëson nevojat e veta energjetike, varet nga furnizimi i jashtëm dhe ky furnizim ndryshon brenda fateve rekorde, sidomos në varësi të rrethonave globale. Kosova nuk është një vend periferik, e as i izoluar, është pjesë integrale dhe e ndërlidhur. Por nga ana tjetër, edhe nga eksperienca që kemi pasur qoftë në komisione parlamentare, e qoftë në komisione hetimore, e shohim që në sektorin e energjisë problemi është sistemik, si dhe kronologjik. E jo vetëm i reduktuar në një çështje apo dy, sikurse tentohet dhe të prezantohet në çështjen e sotme. Mos të harrojmë se kjo diskutim ka filluar nga viti 2005 të tutje, kur ka pasur projekte të gatshme, ka pasur investitor të gatshëm, ka pasur burim të financimit e kushtet të favorshme për kontraktim dhe ndërtim të gjenerimit me afër 2000 MWh. Kishim pra dy shanse të humbura. Ato për ndërtimin e kapaciteteve të reja në vitin 2008-2009, kur Kosova kishte afër 4 kompani serioze për të ndërtuar dhe investuar në termocentralin pra Kosova C e asaj kohe. Shanset e humbura vazhduan dhe tutje në vitin 2015, kompania Bilfinger, e cila kishte sjellur propozimin para qeverisë së Kosovës të asaj kohe për renovimin komplet të njësive A. E pse nuk u bën ato projekte, pse dështuan e kush i dështoi, apo thënë ndryshe dhe kujt i konvenoi të dështoj, ende mbesin pikpyetje të kësaj kohe. Mirë po përveç që nuk gjeneroheshin ose ndërtuheshin kapacitete të reja prodhuese, institucionet energjetike të cilat ishin brenda Republikës së Kosovës, ato ishin të keq përdorura dhe dërmuara financiarisht. Mirë po interesantja është edhe më shumë sepse pikrisht këto institucione, të cilat janë shfrytëzuesit më të mëdhenj të paras publike, pra vetëm Keku në atë kohë përbënte dikon 33% të shfrytëzueshmërisë së paras publike, nuk ishin audituar asnjëherë nga zyra kombëtare e auditimit. Pra as Keku, as Kosti, as Iberlepenci. Keku në shumë raporte, qofshin vendore ndërkombëtare, ndryshe njihej sikurse dhe folija e keqpërdorimeve të mëdha. Ndërmarrja më e fuqishme dhe strategjike në vend kishte përfundu pra me atë reputacion. Raportet tregojnë pra se nga viti 2007 deri në 2017, Keku ka pasur mbi 10.000 aktivitete të prokurimit publik me vlerë 1.3 miliard euro. Ende befasia këtu qëndron që pa e rritur asnjë kapacitet prodhues dhe gjeneruar kapacitete shtesë energjetike. Në anën tjetër, kishte dikon rreth 955 tender të dhënë, nga këto vetëm 10 kompani ishin ato të cilat kishin fituar mbi 380 milion euro. Kjo tregon se sa ishte i koncentruar tregu në një numër shumë të limituar të kompanive për vlera shumë të mëdha, si në këtë rast 10 kompani 380 milion euro. Ende vazhdon befasia, ku përsëri ky institucion nuk ishte audituar asnjëherë nga zyra kombëtare e auditimit. Ky trend vazhdon edhe tutje. Kemi vitin 2018-2020, ku institucioni kishte lidhur 1060 kontrata në vlerë të përgjithshme 181.5 milion euro. E për ata të cilët diskutojnë me shqetësim ditët e sotme, në atë kohë i kishin mbyllur sytë e vesht. Një pjesë e konsiderueshme ishin kontrata të lidhura me procedurë të negociuar, pra lidhur përmes procedurave të negocimit pa publikim të njoftimit paraprak për kontratë.
e kjo përbënte dikun rreth 18% të vlerës totale të kontratave të lidhura në KEK. Befasisht, përveç që nuk u investua në rritjen e kapaciteteve prodhuese, kishte kontrata interesante të cilat lidheshin edhe për eksportin e energjisë nga asetet tona vendore në kompani të huaja, saktësisht energjinë të cilën e prodhonte Iberlepenci. Kontrata aq thellësisht të montuara deri në cent, të blinduara në çdo presje me dhe zero fleksibilitet për çfarëdo situate që do mund të ndodhej Kosova. Edhe në situatë emergjente, institucionet dhe ndërmarrjet publike detyroheshin sipas marrëveshjeve në fjalë të eksportonin, të shisnin pra energjinë e Kosovës për 38 euro, por derisa detyroheshin ta blinin atë për 700-800 euro në megawatt orë. Pra një aset i shetit po shiste energji me çmim të ulët, ndërkohë që qytetarët dhe ekonomia e vendit po e pagunte si pasojë e marrëveshjeve shumë të kushtueshme. Kontratat pra ishin lidhur në vitin 2019-2020 e vazhduar përsëri në vitin 2020 e tutje. E si që dihet, pra kjo ndërmarrje publike aksionar e ka pasur qeverinë e asaj kohe, pra e ka qeverinë e vendit, do me thonë një kontratë e tillë e një ndërmarrje për të eksportuar energjinë që buron nga një aset i shtetit, nuk do mund ta kishte lidhur atë kontratë pa aminin e qeverisë së asaj kohe. Mirë po, a i din ku qëndron ende befasia e kësaj pune, se përkundër që Iberlepenci kishte lidhur pra me një ndërmarrje të tillë pra çështjen e eksportimit të energjisë elektrike, kryesisht me vende të cilat ishin neto eksportuese, që dën kupton që e merrnin energjinë e Kosovës dhe e rishisnin atë për më shtrejt, prap ndërmarrja operonte me humbje. Pra kishte dikon 3 deri në 4 milion euro humbje të përvjetshme. Çështja ndryshon në vitin 2022, ku ndërmarrja kalon në ndërmarrje profitabile, pa këto marrëveshje dhe sot pra gjeneron të hyra pra deri në 12 milion euro, si dhe ka fitim me mbi 2 milion euro. Nga njëherë kur shohim kronologjinë e këtyre fakteve dhe sikletin në debate sikurse ky i sotëm, të lëm përshtypje sikurse hallin e kanë dikun tjetër. Pra sikleti po duket të jetë jo se po mund të ekziston mundësia e keqpërdorimit me situatën, por nga pa mundësia për ta keqpërdorurat. Sepse e pam në kronologji, pra nga viti 7 deri në vitin 2020, manipulime e dëmtime financiare institucionale. Po se pajtohemi pra që sektori energjetik ka nevojë vazhdimisht për vëmendje të shtuar, mbështetje institucionale, financiare si dhe politike. Dhe mund themi që investimet në KEK, ato që i përfshin pra bllokun A dhe B, si dhe parkun solar, do të arrijnë vlerën pra 517 milion euro. Kemi përfundimin e 2 projekteve në infrastrukturën e energjisë së transmisionit, kemi rritjen e sigurisë së furnizimit nga operatori i sistemit të transmisionit, kemi ratifikimin e një varg marrëveshje ndërkombëtare që kanë të bëjë me energjinë solare si dhe me modernizimin e kapaciteteve aktuale, kemi dhe politika të reja të cilat mundsojnë rritjen e ofertës së energjisë elektrike duke nxitur më shumë prodhues si dhe tregtarët e energjisë elektrike për konsumatorët vendor, si dhe si që tha më parë dhe skenarin që brenda vitit 2028-2029 Kosova të jetë neto eksportuese e energjisë elektrike. Faleminderit shumë.